Njeriut I ndon ndonjë ditë ku edhe pse rrezet e diellit janë të forta, ai nuk e ndjen ngrohtësinë e tyre. Kjo ne s'duhet të na demoralizoj, sepse sprovat për njerëzit janë, por e dim që në jetë është çdo gjë kalimtare. Mëngjesi vjen edhe pas një errësire të natës. Dije se shiu është pjesë e dimrit dhe lulet janë pjesë e pranverës, ashtu edhe ndryshimet e njeriut janë pjesë e jetës. Prandaj çdo gjë që ju ndodh, merreni si një mundësi për t'i ribërë gjërat më mirë, e jo si dështim. Zoti ka futur dashurinë në çdo gjë, pasi I do krijesat e tij. Prandaj merr nga kjo e ushqije shpirtin tënd që të shpëtosh veten dhe të tjerët. Fal dashuri edhe kur të urrejnë, ec përpara edhe kur të lëndojnë, edhe kur si e gërsir duan të transformojnë, ti mos ndrysho, po qëndro ashtu si Zoti ka krijuar. Qëndro po njeri.